Kujt ja merr të mendja, një banane në ditë mund të na shpëtojë jetën. Banani është një nga frutat më të konsumuar në botë, më shumë se mollët dhe portokalli të marra së bashku. Përfitimet e këtij fruti janë vërtet të mira për trupin e njeriut. Bananet janë veçanërisht të pasura me kalium, fibër, vitaminën C dhe B6. Ato i bëjnë njeriut vetë të mirë. Megjithatë, banania nuk është për të gjithë, sidomos për njerëzit me probleme të caktuara. Çfarë përfiton njeriu nëse konsumon të paktën 2 banane në ditë? Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Nëse ju konsumoni 2 banane në ditë do të merrni përfitime të larmishme. Ekspertët shtojnë se konsumi 2 bananeve në ditë mund të furnizojë trupin me 900 mg kalium, që i bën mirë zemrës dhe mirëmban tensionin e gjakut në nivele të shëndetshme. Sipas tyre, balancat mes kripës dhe kaliumit janë të nevojshme për të mbajtur nën kontroll tensionin e lartë të gjakut. Nivelet e larta të vitaminës C që përfitoni nga ngrënia e 2 bananeve në ditë do të fuqizojnë sistemin imunitar dhe minimizojnë riskun e sëmundjeve. Bananet janë një frut shumë i mirë për shëndetin e stomakut dhe sistemin tretës, për shkak të kaliumit që ndihmon gjithashtu edhe në rikthimin e ekuilibrave të elektroliteve. Bananet përmbajnë fibër, por edhe sheqer. Pavarësisht niveleve të larta të këtij fundit, fibra do të balancojë përthithjen e tij në organizëm. Ekspertët shtojnë se ngrënia e 2 bananeve në ditë është një mënyrë shumë e mirë për të kujdesur për zemrën. Megjithatë, kjo sasi nuk është e rekomanduar për njerëzit të cilët kanë luhatje të papritura të sheqerit. Ekspertët shtojnë se bananet janë të mira për shëndetin dhe një i rritur duhet të ketë pjesë përbërëse të dietave të tij. Në këtë video do të listojmë sipas Healthline përfitimet kryesore që do të merrni me konsumin e bananeve në mënyrë të përditshme në vaktet tuaja ditore. Bananet mund të përmirësojnë presionin tuaj arterial duke u bërë që të jeni më të shëndetshëm dhe të evitoni gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Bananet do të ulin gjithashtu nivelet e larta të presionit dhe mund të ndihmojnë në organizmin tuaj kundër këtyre komplikacioneve. Ndaj përdorimi i tyre me kujdes në përditshmërinë e dietave tuaja do të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Nëse doni të merrni të mirat e këtij fruti vazhdimisht në dietën tuaj, sigurohuni ta konsumoni në përditshmëri brenda rekomandimeve të duhura. Bananet do të përmirësojnë gjithashtu edhe peshën tuaj trupore. Bananet janë të pasura me nivele shumë të larta të fibrave, të cilat ju bëjnë të mos keni uri gjatë gjithë kohës. Bananet përmbajnë disa lloje të nisë shtesë, të cilat zvogëlojnë oreksin tuaj dhe mbi të gjitha ndalojnë shtimin e kilogramëve të tepërt. Ndaj konsumi i këtij fruti në përditshmërinë e dietave tuaja do të jetë një nga mënyrat më të mira për të mbajtur këto komplikacione. Nëse qelizat e trupit tuaj nuk janë të ndjeshme ndaj insulinës, ato nuk mund ta thithën glukozën, edhe pankreasi juaj fillon të prodhojë atë në sasi më të madhe. Nëse trupi grumbullon yndyrna, varet nga insulina e pranishme. Ekspertët shtojnë një zëri se shtimi i bananeve në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Risku i anemisë ulet ndjeshëm me shtimin e bananeve në vaktet tuaja ditore. Personat që konsumojnë banane do të kenë një mbrojtje më të mirë të imunitetit të tyre kundër problemeve të mungesës së hekurit në organizëm. Anemia shkakton zbehje, lodhje dhe marrje fryme. Gjithashtu është risk i dukshëm edhe për organizmin tuaj në tërësi. Bananet përmbajnë nivele shumë të mira të hekurit, të cilat do të luajnë një rol pozitiv në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, nëse doni të merrni të mirat e këtij fruti, sigurohuni ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja. Bananet përmbajnë vitaminën B6, e cila ndihmon në rregullimin e presionit tuaj arterial. Ato mund të përmirësojnë edhe shëndetin tuaj kundër luhatjeve që shkakton anemia. Bananet do të përmirësojnë sistemin tuaj tretës. Bananet treten lehtë dhe nuk irritojnë traktin gastrointestinal. Amidoni rezistent që përmbajnë bananet nuk tret dhe përfundon në zorrën e trash, ku shërben si një medium ushqyes efektiv për bakteriet e shëndetshme.
Bananet gjithashtu nuk mund të hahen kur një person ka gastrit ose urdhë dhe mund të rikthejë edhe vlerat të humbura të shëndetit tuaj. Ekspertët shtojnë se shtimi i bananeve në vaktet tuaja ditore do të jetë një nga përzgjedhjet më të mira të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, nëse doni të merrni këto përfitime në dobi të vlerave të shëndetit, sigurohuni që bananet i keni pjesë të pandërprerë të dietave tuaja ushqyese. Bananet do të përmirësojnë nivelet e stresit. Bananet do të përmirësojnë gjendjen tuaj shpirtërore. Ato përmbajnë nivele të mira të tripofanit, të cilat mund të kontribuojnë në trupin tuaj që të merrni serotoninën, hormonin e lumturisë. Mesatarisht, çdo banane që konsumoni përmban rreth 27 mg magnez. Ky mineral është përgjegjës gjithashtu edhe për prodhimin e gjendjeve të mira shpirtërore dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ndaj, konsumi i tyre vazhdimisht në dietat tuaja do të jetë një nga përzgjedhjet më të mira për të nxitur organizmin e shëndetshëm dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet e tij. Sigurohuni të përzgjidhni banane të duhura në vaktet tuaja për të marrë edhe nivelet e duhura të magnezit. Mungesa e vitaminave do të plotësohet me konsumin e bananeve në mënyrë të përditshme në vaktet tuaja ditore. Bananet janë shumë të pasura me vitaminën B6. Mesatarisht, një banane përmban rreth 20% të nevojës tuaj ditore të vitaminës B6. Kjo e fundit do të ndihmojë trupin tuaj të prodhojë insulin, hemoglobin dhe gjithashtu aminoacidet të cilat janë të nevojshme edhe për ndërtimin e qelizave tuaja. Konsumi i këtij fruti në përditshmërinë tuaj mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese në lehtësimin e komplikacioneve dhe në një nxitje më të mirë të shëndetit tuaj në të rëndësi. Ekspertët thonë se bananet janë të mira për shëndetin dhe një i rritur duhet i konsumojë ato vazhdimisht. Nivelet tuaja të energjisë do të përmirësohen ndjeshëm me shtimin e bananeve në vaktet tuaja ditore. Personat të cilët kanë luhatje të shpeshta të energjisë dhe ndihen vazhdimisht të lodhur, ose personat të cilët merren me sporte fizike, bananen mund ta kenë frutin e tyre më të rëndësishëm për përzgjedhjen e dietave ushqyese. Kaliumi që përmban banane do të ndihmojë të mbrojë muskujt tuaj kundër ngërçeve dhe të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Ndaj, nëse doni të përfitoni në maksimum nga ky frut, bananet gjatë stërvitjes janë fruti më i mirë që mund të shtoni në dietat tuaja ditore. Bananet janë të pasura gjithashtu me kalium dhe minerale të vitaminave të rëndësishme, të cilët ndihmojnë në trupin e njeriut të kryejë funksionet e tij kritike. Përfitimet që mund të merrni pas konsumit të bananeve në vaktet tuaja ditore do të jenë vërtet të larmishme për rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e problemeve. Bananet janë të mira për shëndetin tuaj të zemrës. Bananet njihen më së shumti për përmbajtjen e tyre të kaliumit, i cili është i rëndësishëm për shëndetin tuaj të zemrës. Ky mineral mund të luajë gjithashtu një rol të rëndësishëm në ngarkesat tuaja elektrike që e bën zemrën të punojë më mirë, gjithashtu edhe më shëndetshëm. Ushqimet me kalium do të ndihmojnë në mbrojtjen kundër problemeve të ngurtësimit të arterieve dhe presionit të lartë të gjakut. Një banane e mesme përmban rreth 450 mg kalium, që është 10% e nevojës tuaj ditore. Ushqimet e pasur me kalium gjithashtu ndihmojnë në largimin e më shumë natriumi përmes urinës dhe relaksojnë muret e enëve të gjakut, të dyja këto ndihmojnë me uljen e presionit të gjakut. Bananet mund të ulin riskun e goditjeve në tru. Ato mund të ndihmojnë në ruajtjen e shëndetit të kockave ndërsa plakeni, ndihmojnë muskujt të funksionojnë më mirë, ndihmojnë në parandalimin e gurve në veshka. Shtimi i bananeve në vaktet tuaja ditore do të lehtësojë problemet me veshkat. Nëse keni probleme me veshkat, shumë kalium nuk është i mirë për ju. Konsultohuni me një mjek për të parë nga afër nëse bananet janë përzgjedhja më e mirë për rastin tuaj. Bananet janë të mira për shëndetin tretës dhe sipas ekspertëve të Healthline, konsumi i tyre brenda rekomandimeve të duhura ditore do të jetë një përzgjedhje fantastike në vlerat e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ndaj, përfitoni nga rasti dhe shtoni bananet në vaktet tuaja ditore. Fal elementeve të ndryshëm ushqyes që ato përmbajnë, do të luajë një rol të mirë fantastik
për energjinë tuaj trupore dhe lehtësimin e komplikacioneve në organizëm. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Informacionet në këtë video kanë për qëllim informimi dhe asgjë më shumë.